A kemi persona me inteligjencë të jashtëzakonshme në Kosovë? Sot me neve janë Lulja edhe Tina prej Institutit Atomit që kanë më na tregu ma shumë për njerëz të meqëm në Kosovë. Çfarë do thotë inteligjencë e jashtëzakonshme? Një person me inteligjencë të jashtëzakonshme ka disa karakteristika. E para është inteligjenca më e lartë intelektuale. Mandej personat të cilët kanë këtë inteligjencë kanë kurrëshje shumë të lartë. Ka persona të cilët fillojnë me fol prej moshës 2 ose 3 vjeçare, domethënë fjaloren e kanë goxha të pasur. Mirëpo e rëndësishme është që personat që e kanë këtë inteligjencë nuk hyjnë të gjithë me një grup homogjen dhe kanë karakteristika të ndryshme, prandaj edhe janë disa grupe apo tipare të persona me inteligjencë të jashtëzakonshme. Diçka shumë e rëndësishme janë profilet e personave me këtë inteligjencë, që janë profili të suksesshmit, janë persona dyfish të etiketuar, janë autonomët, janë persona të cilët janë braktisësit, janë, domethënë, gjëja kryesore dhe më e rëndësishme është që në momentin kur ne fillojmë edhe i njohim këto karakteristika të personave me inteligjencë të jashtëzakonshme, mundemi më lehtë të bëjmë identifikimin e tyre. Qysh mundesh me e ditë që një person ka inteligjencë të jashtëzakonshme? Domethënë qysh identifikohen personat me inteligjencë më të lartë? Kur flasim për identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme, domethënë fillimisht nuk është që kemi një konsensus gjithëpërfshirës për ato se çka është me fëmija me inteligjencë të jashtëzakonshme, por një konsensus ekziston e ajo është që e kanë inteligjencën shumë të lartë. Prandaj edhe ne në Kosovë, sikur edhe në shumë vende tjera, e bëjmë vlerësimin përmes testeve të inteligjencës, të cilat janë pak teste të standardizuara, po kryesisht me norma amerikane dhe britaneze. Dhe këto teste realisht bëhen qoftë në grupe apo individualisht me fëmijë, në varësi prej moshës që kanë ata. Dhe për të pranuar specifikisht ne në Institutin Atomit dhe për të quajtur atomist, duhet të ketë spaku 2 prej 3 testeve me një rezultat prej 140, që në fakt konsiderohet edhe si koeficient i inteligjencës. Megjithatë duhet ta përmeni që realisht ti jesh me inteligjencë shumë superiore apo të jashtëzakonshme, në vendet e jashtme konsiderohet 130 e sipër, që është rasti edhe te ne në Kosovë, po për programin e Atomit, domethënë duhet të jetë 140 e sipër, që i bën dikun 0.4% i popullatës. Cilat janë përvojat dhe me çfarë sfidash përballen njerëz me inteligjencë të jashtëzakonshme në shkollë dhe në shoqëri? Në qenë se fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme janë një popullat shumë specifike, ata dhe nevojat i kanë shumë specifike, dhe qasja ndaj tyre duhet të jetë e kujdesshme, domethënë edhe e drejtuar plotësimit të kapacitetit të tyre. Fatkeqësisht me vetë faktin që ne vonohemi shpesh edhe me identifiku si fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme, këta fëmijë përfundojnë duke u rritë me vite me radhë pa u ditë për inteligjencën e tyre, sepse sjelljet specifike të tyre shpesh herë na kequzojnë, domethënë me mendu që ndoshta ata kanë vështirësi të ndryshme në sjellje ose nuk kanë kapacitetet mjaftueshme me performu në shkollë për arsye të ndryshme, siç është vetë mosplotësimi i potencialit edhe mungesa e kushteve për mi shpreh dhe për me zhvillu potencialin që kanë. I kisha marrë ndoshta disa shembuj konkret, domethënë për sa i përket vështirësive për shembull në shkollë, çështjet akademike, me vetë faktin që kurrikulat në shkollë janë të dizajnuara për fëmijë me inteligjencë mesatare. Ne e dim domethënë që ata që përfitojnë janë fëmijët me gjithashtu me inteligjencë mesatare dhe të tjerë të cilët hyjnë në shkollë në të njëjtën klasë me ta, por kanë inteligjencë të jashtëzakonshme, kanë me met të uritur për njohuri dhe për stimulim intelektual i cili është i domosdoshëm të jetë në baza ditore. Gjithashtu ata i kanë edhe disa karakteristika emocionale dhe sociale që i përmendi edhe kolegja, domethënë dhe duhet të kemë parasysh që edhe ato duhet të përkujdesemi për to, sikur për shembull socializimi, i cili shpesh herë është i dëshirueshëm të jetë me fëmijë të mosha më të larta për shkak zhvillimit intelektual, ndërsa ata janë të rrethuar kryesisht me bashkëmoshatarët e tyre në shkollë.
Po ashtu dhe më thonë, shpesh herë ata munohen me i fshih aftësitë e tyre për shkak që dëshirojnë më qenë më të pranueshëm në shoqëri nga bashkëmoshatarët e tyre apo edhe rrethi më i gjon. Cili është rreziku i mos identifikimit të personave me inteligjencë të jashtëzakonshme në fëmijëri dhe mos përkraja e këtyre personave që nga fillimi. Misioni kryesor i Institutit Atomi është identifikimi dhe përkrahja e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme. Përkrahja jonë është në mënyra të ndryshme me projekte të cilat i stimulojnë për shkak se e dim sa e rëndësishme është për ta, por në anën tjetër e dim sa e rëndësishme është edhe mbështetja emocionale dhe sociale. Prandaj ne si ato mundohemi që në të gjitha këto domene të kemi projekte apo aktivitete. Kryesorja për neve janë shërbime psikologjike që ofrohen për atomistët, mandej kemi kampin veror, kemi shkollën plus, kemi vizita të ndryshme në për organizata, në për vende të cilat janë të rëndësishme për ta për me i po. Mandej kemi edhe orientimin në karrierë për shkak se është shumë e rëndësishme për ta për me pas një vend ku munden me bisedu me atomistët të tjerë. Kur e kemi fillu me orientimin karrierë, kemi po edhe mentorimi sa i rëndësishëm është, prandaj kemi edhe mentorimin me atomistët më të vjetër, të cilët i mentorojnë atomistët më të ri. Tash a mundeni më na fol për misionin edhe rolin e atomit? Misioni kryesor i Institutit Atomi është identifikimi dhe përkrahja e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme. Përkrahja jonë është në mënyra të ndryshme me projekte të cilat i stimulojnë për shkak se e dim sa e rëndësishme është për ta, por në anën tjetër e dim sa e rëndësishme është edhe mbështetja emocionale dhe sociale. Prandaj ne si ato mundohemi që në të gjitha këto domene të kemi projekte apo aktivitete. Kryesorja për neve janë shërbime psikologjike që ofrohen për atomistët, mandej kemi kampin veror, kemi shkollën plus, kemi vizita të ndryshme në për organizata, në për vende të cilat janë të rëndësishme për ta për me i po. Mandej kemi edhe orientimin në karrierë për shkak se është shumë e rëndësishme për ta për me pas një vend ku munden me bisedu me atomistët të tjerë. Kur e kemi fillu me orientimin karrierë, kemi po edhe mentorimi sa i rëndësishëm është, prandaj kemi edhe mentorimin me atomistët më të vjetër, të cilët i mentorojnë atomistët më të ri. Do thonë është edhe çështja e multipotentiality ose potencialeve të shumta që i kanë fëmijët me dhunti, edhe prandaj ata vinë shpesh edhe në këshillim të ne, qoftë për orientim karrierë, qoftë edhe për këshillim psikologjik, që të arrijnë me marrë vendime. Na kemi raste që kemi nxënës që nuk janë nxënës më të mirë në shkollë, mirë po vendosin me marrë pjesë ose me avancu fusha të cilat janë të ralla. Për shembull kemi rastin një atomisti/atomiste, do flas pa gjeni caktuar, ajo ose ai domethënë ka kërku shërbime prej neve me ndihmu se çka me botutje, edhe ka desh një fushë e cila nuk ka qenë domethënë aktuale në Kosovë. Ka dalë ka studiu jashtë vendit, ka ardhur në Kosovë, edhe sot mirret me çat fushë, domethënë për herë të parë në Kosovë është sjell nga ky atomist apo kjo atomiste.